Më 13 mars, TikTok do të mbyllet në të gjithë territorin shqiptar për një periudhë një-vjeçare. Sot është afati i fundit që qytetarët shqiptar kanë të drejtë të kenë akses në këtë aplikacion. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, AKEP, ka kërkuar zyrtarisht mbylljen e aksesit të TikTok në Shqipëri. Kjo masë është marrë pas një urdhri nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike. Në një email të dërguar të gjitha subjekteve, ofruesve të shërbimit të internetit, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka kërkuar që të bllokojnë aksesin në TikTok deri më 13 mars. Secili sipërmarrës duhet të paraqesë konfirmim me shkrim në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe për dijeni të Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike për mbylljen e aksesit të IP-ve dhe domejnëve të cituar në shkresën e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike brenda datës 13 mars 2025. Të njëjtën u miratua vendimi nga qeveria për mbylljen e aplikacionit TikTok pas një serie të gjerë konsultimesh me 65.000 prindër të pyetur në 1300 takime. Gjatë këtij viti do të bëhet përmirësimi i filtrave, moshës së aksesit, kontrollit prindëror dhe filtrave të domosdoshëm lidhur me të gjitha aspektet e komunikimit në gjuhën shqipe. Me këto filtra do të parandalohet dhe promovimi i sjelljeve që janë të padëshiruara.